A mendon që një fëmijë neurodivergjent me trajta të spektrit autizmit mëson në të njëjtën mënyrë si një fëmijë neurotipik? Nëse mendon që po, ka ardhur koha të shohim gjërat pak më ndryshe. Studimet, neuroshkenca, eksperienca profesionale kanë treguar që truri i një fëmije neurodivergjent mëson dhe proceson ndryshe. Mëson nëpërmjet shumë mënyrave ndijore, kryesisht nëpërmjet stimujve vizual, nëpërmjet ngjyrave, formës, asaj çka sheh, pamjes, strukturës së ambientit. Kjo e ndihmon të kuptojë dhe të organizojë mendimet. Përmes lëvizjes, trupi e ndihmon trurin të qetësohet. Përmes këngëve, muzikës, skripteve, interesi i tij për intonacionin e ndihmon të zhvillojë gjuhën. Përmes prekjes dhe përvojës praktike që lidhet me të kuptuarin. Nëpërmjet situatave natyrale që e ndihmojnë të kuptojë dhe të procesojë. Ndaj, një fëmijë neurodivergjent nuk ka nevojë të na shohë në sy për të mësuar, për të folur, për të na dëgjuar, për të na ndjekur, edhe nëse nuk na sheh në sy, përsëri ai na dëgjon dhe na kupton. Nuk ka nevojë të qëndrojë i ulur për të mësuar, sepse lëvizja nuk e shpërqendron të mësuarin. Nuk ka nevojë të ndjek të mësuarin tipik dhe nëse nuk e ndjek këtë ai nuk po mëson, sepse ka një mënyrë të tillën natyrale për të mësuar. Ndaj, përballë këtij fëmije neurodivergjent, gjendet një sistem i tërë terapeutik dhe edukativ dhe arsimor që ka pritshmërinë dhe që kërkon që këta fëmijë të mësojnë si të tjerët dhe bashkë me të tjerët.